sepse Dukoriku është forcuar dhe ka pas një ecuri shumë të mirë, sidomos erdhë nga një lojë shumë e rëndësishme që u fitu 3-0 nga Besa 5, ndërsa na erdhëm nga një humbje ndaj Froniklit, gjë që ishte një lojë me shumë presion për neve, po të them drejtën, aty u bën një grup shumë i mirë, u bën një ekip shumë i fortë. Para se me orë të rezultati kisha dashur të mu lidh te organizimi i Kikës, që jam shumë i befasuar me organizimin edhe me kushtet për punë. Në këtë moment jam shumë i kënaqur, kisha më thënë shumë i lumtur për kushtet që mu kanë ofruar për të punuar, sepse na trenerat në rand parë duhet të kërkojmë kushte për punë, na ofrohet ato që na kërkojmë për të punuar dhe për të quar mënyrën, filozofinë tonë të lojës të shfaqur në lojë. Kështu që kisha dashur të përgëzoj edhe presidentin Ajm Biçka, që është një kohë gjatë në klub aty, që në kom ditë 592 si president i klubit, po ashtu edhe drejtorin Sejdi Latifaj, të cilët punojnë 24 orë për klubin, edhe çfarë kam kërkuar nga dita e parë të vitit deri tash, më është gjithçka më është përgjigjur në çdo aspekt. Kështu që për mua është shumë e lehtë dhe jam shumë i kënaqur që ka kësi ekipe që të ofrohen kushtet për punë maksimale. Sa i përket lojës, loja thash ka qenë mjaft e vështirë, por ishim vendasur dhe duhet patjetër pika kur të ki patjetër të fitoria, këto që ne nuk ja them lojtarëve që duhet patjetër, por ne vetë e dim, është pak më e vështirë se është edhe presioni, tani edhe presioni i shikuesve, kështu është më vështirë e menaxhueshme, por ishte një pjesë shumë e mirë e jona, ku lojtarët u përgjigjen, bënëm një presing shumë të lartë dhe e arritëm që në pjesë parë të nxojmë kundërshtarin e gabimet, të shënojmë 2 herë, ndërsa pjesën e dytë e menaxhuam jo shumë lehtë, sepse u dush pak të tërhekum dhe të kemi vështirësi pak në fazën defanzive, por ishte një lojë mirë e menaxhueshme dhe arritëm qëllimin që patëm, që të jemi në lojë tjera, të kemi stabilitet më shumë. Kush është kundërshtari i radhës? Kundërshtari i radhës është Istogu Nistog. Okay. Edhe kjo përballje ka gjë vështirë për të luajtur, por e rëndësishme 3 pikë për ju. Po normal, ne lutojmë për 3 pikë, thash porze që i përmena dhe kushtet e punës së arritëm. Çfarë fushë është? Nistog është natyral. Sintetike. Në Kik është sintetik, është bo stadioni i ri, është fusha shumë e mirë sintetike, janë të u zhvillu punimet janë